Po të pika 2, hajde futemi thellë. Është ankthi dhe vuajtja në kryq. Psalmi 22 vazhdon me edhe është të vargjet më poshme e përshkruajnë shumë vujtjen që kaloi Jezusi dhe e përshkruajnë me detaje. Vargjet 6 edhe 8 thotë kështu. Por unë jam një krim, jo njeri. Unë jam turpi i njerëzve dhe përçmimi i popullit. Tërë ata që më shohin më përqeshin, zgjatin buzët dhe tundin kokën duke thënë: ai ka besuar Zotit. Le ta çliroj pra, ta ndihmoj mbasi e do. Edhe shiko, rrjeshtat e fundit janë fiks siç thanë njerëzit tek Mateu 27. Kush e ma men Ungjillin e Mateut? Thanë eksakt të njëjtat gjëra. Ai ka besuar në Perëndin. Le ta çliroj tani në qoftë se e do me të vërtet, sepse pas ka thënë ky që unë jam biri i Perëndis. Edhe shiko, te vargu 6, pjesa parë, Jezusi tha, por unë jam një krim. Hau? Qa është kjo? Ka gjasat i këtë gjuhë 7 deklaratat unë jam të Jezusit të Ungjilli i Gjonit, edhe s'ta ka kapsyu këta. Ne dim, a i tha, unë jam buka e jetës, unë jam drita e jetës, unë jam dera, unë jam bariu i mirë, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, unë jam ringjallja dhe jeta, unë jam hardhia e vërtet, por këtë se përmendim shumë. Unë jam një krim. Pse tha Jezusi unë jam një krim? Ose pse e tha, pse e profetizoi? Ndoshta nga që është një krijesat më të ulta të tokës, një insekt i vogël i brisht. Ndoshta nga që Isaia tha, ai nuk ishte bukuri që ne ta dëshironim. Ndoshta ndjeja ashtu, sepse në kryq ishte i shpërfytyruar nga rrahjet, nga dhuna ushtruar dhe ndjej pa fuqishëm fare. Shiko, ai tha, unë jam një krim, por duhet të rri një çik të krimi. E di pse? Sepse fjala në origjinal për këtë krim është fjala tola. Edhe është përdorur 42 herë në Dhjetën e Vjetër. Edhe kjo fjalë disa herë është përkthyer krim, disa herë është përkthyer, sidomos te Isaia, e kuqe flak ose e kuqe e ndezur. Hajde ta lexojmë një nga vargjet. Isaia 1:18. Ejani pra dhe të diskutojmë bashkë, thot Zoti, edhe sikur mëkatet tuaja të ishin qarë, të ishin tola, do të bëhen të bardha si bora. Por qa lidhje ka krimi me ngjyrën e kuqe, sepse i till ishte ky lloj krimi. Kishte këtë ngjyrë të kuqe, edhe në këtë kohë, këto krimat i mblidhin, i shtypnin, edhe ngjyrosin rrobat ose penjët për të bërë rroba. Sepse ishte ngjyrë shumë e bukur, shumë e veçantë, një kuqe e ndezur, shumë unike. Edhe për shkak se to krimat nuk ishin kështu aq të shumt, kjo rroba përdoret vetëm në pallatin mbretëror ose në tempull, në vende shumë të veçanta. Edhe Jezusi e krahasoi veten me këtë krim i prulur, 1, i shtypur me kryq, 2, edhe gjaku i tij nuk u përdor për ngjyros rrobat e dikujt për disa muaj, por gjaku i tij u përdor çfarë? Për të ndryshuar përjetësinë e dikujt. Për gjithmonë, për jetë. Shiko, vargjet më poshtë e përshkruajnë më me detaje dhimbjen e madhe, 14-15. Më derdhin si ujë dhe tërë kockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia. Forca ime është tharë si një embalte. Gjua ime është ngjizur te qellza. Ti më ke vënë në pluhurin e vdekjes. Vargje 16-18. Sepse qentë më kanë rrethuar, një grup keqbërësish më rrotull, më kanë çpuar duart dhe këmbët. Unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia. Ata më shikojnë dhe më qyrin, madje ndaj midis tyre rrobat e mia dhe edhe në short për tonikën time. Sa shumë detaje. Sa shumë nga e dinte Davidi se ç'a do ndodhte 1000 vjet më vonë. Po në e detajuar, po derdhem si ujë, tha. E di çfarë kuptimi ka po derdhem si ujë? Ata që kryqëzoheshin nga dhimbja, nga agonia e kryqit, djersisnin jashtë mase. Djersa ju dilte si ujë, është sikur ti je duke dhënë biçikletës mes diellit në korrik.
ose kur duke bë palestër kështu edhe dhoma shënxet, por shumëzoje herë shumë herë. Edhe që djersa i derdhe si ujë, madje Jezusi tha një gjë në kryq, kush e mamen? Kam etje. Çfarë thot kam etje? Ishte tharë për ujë që hidratru nga djersa e madhe. Tërë kockat janë të ndrydhura. Kur ishte në kryq, shiko, kur morën Jezusin dhe e morën kryq edhe e kryqëzuan, shiko, në fillim, kur njeriu është i kryqëzuar, peshën e trupit e mban muskujt, sepse sforcohesh edhe mban muskujt, por në momentin që muskujt lodhen, çfarë ndodh? Lëshohet trupi, edhe kockat ndrydhen, çfarë do thot? Dalin nga vendi. Gjithë kockat dalin nga vendi, aq edhe çfarë ndodh? Edhe për shkak të lodhjes madhe, ai njeriu në kryq nuk mund marrë më, do të frymë, nuk mund të lëvizë më trupin dhe asfiksohet nga mungesa e mbushjes me oksigjen. Edhe pastaj tha, zemra më është bërë si dylli që shkrihet brenda me, qa gjua, qa përshkrimi në detaje para 1000 viteve se qa do t'i ndodhë të Krishtit në kryq. Shumë detaje. Edhe kush e mamen, kur Jezusin e qanë në hije me hesht, qa doli? Ujë dhe gjak. Sepse mjekët thonë që ati i kishte plasur zemra. Edhe disa mjek arsyetojnë, kjo është arsyeja që i solli vdekjen Krishtit. Zemra e shtypur nga ujërat që ishin krijuar brenda trupit, bën që të plaste zemra nga stresi i madh. Pastaj tha, i numëroi kockat. Na i thotë, nga mund të numëronte, po sepse i dhimbshin gjitha. Edhe kishin dalë nga vendi të gjitha. Edhe nuk ja thyen kockat, kush e mamen këtë? Sepse kjo ishte mënyra për të përshpejtuar vdekjen, që ja thynin kockat, por, kur shkuan tek ai e panë që kishte vdekur, kështu që nuk e thyen kockat, shiko, më çpuan duar dhe këmbët, dhe ato më shikojnë ndërsa po vdes. Më hedhin tunikën në short, edhe shumë detaj. Një gjë e çuditshme, kur ushtarët e kryqëzonin dikë, tregon një farë respekti për viktimën. Të paktën rrobat ja jepnin dikujt edhe ja jepnin nënës. Tashi Jezusi e ka nënën te këmbët e kryqit. Edhe tunikën aq të ngurtësuar ishin njerëzit ndaj Krishtit, saqë edhe tunikën nuk e dhan tamës. E morën edhe hodhën në short kujt i takonte, kush do e merrte. Studiosët thonë, ka 23 detaje profetike për kryqëzimin e Krishtit tek Psalmi 22. Është shumë anise. Se sa shumë detaje, edhe këto detaje plotësohen cek me cek tek Krishti. Nështë pa mbyll pikën 2, sepse do doja prapë të kemi një moment reflektimi. Në ditë të tilla, sigurisht që ne s'kemi kalu këtë dhimbje kaq të madhe sa Krishti, por në ditë të tilla kur kalojmë lëngime edhe vujtje edhe dhimbje, na njëri më thotë ti fol për vete, sepse kjo dhimbja e ky sikleti që po kalojon i madh është. Edhe shumë siklet është, ama në ditë të tilla ne duam ta gjejmë kush e ka fajin. Krishti po kalon një gjë shumë të vështirë, edhe nuk po përmend fare kush e ka fajin. Kur kalojmë ditë të vështira, ne duam patjetër t'ja ngjeshim dikujt fajin. Mose në kohën e trazirë, mos e kam fajin qeveria, mos e kam fajin pronarët e tokës, mos e kam fajin të dy bashk, ose kush e ka fajin të gjërat personale që po kalon. Mos e ka fajin vjera, mos e ka fajin vjeri, mos e ka fajin burri, mos e ka fajin ky, mos e ka fajin ai, e duam patjetër ta gjejmë fajtorin. Jezusi nuk u fokusua fare te fajtori. Fare. Por, cili ishte plani i Perëndis? Edhe kur nuk ka logjik. Duket ajo gjë që punon nuk ka logjik që ai duhet të kalojë torturë aq të madhe, por ama, nxitja është për secilin prej jush. Së pari, le të mbajmë sy te Krishti, edhe së dyti, të kujtojmë vetes, ai është në kontroll gjithsesi. Pavarësisht se ne mund të kalojmë kohë të vështira, ne si vëmë mund të kalojmë kohë të vështira, Perëndia nuk e ka humbur kontrollin. Ai ngelet në kontroll gjithsesi. Edhe është
Edhe do që gjërat, ai do dhe do të bëjë që gjithë gjërat tona të bashkëveprojmë për mirë.